This meeting is being recorded. Me mbrëma të gjithëve, sonte kemi të ftuar të na ligjeroj të famshmen Susan Kobi, e cila do na flasë për principet e kurrizimit të bletës së mjaltit dhe sfidat e hasura gjatë saj. Është studiuese shumë e hershme dhe një nga themeluesja e programit të Honeybee Carniola, e cila ka udhëhequr këtë program për kurrizimin artificial të bletës karnike atje në Amerikën e Veriut, në zonën e Washingtonit. Sonte do kemi kënaqësinë që ta kemi referuese në këtë hapësirën tonë virtuale. Good evening, Suzy. Good evening. What I want to talk about is why bee breeding is so different from other animals and some of the unique challenges that we face. But also the bees are very responsive to selection. For example, you want to translate for me? Yes, this is how it usually goes. Ne do të flasim sonte për kurrizimin e bletës, që është një faktor shumë i rëndësishëm edhe është shumë i ndjeshëm si fenomen që të bëhet mirë, edhe faktorët e ndryshëm stresues që ndikojnë në bletarinë sot. Okay? So, because queens mate with many drones, the more genetic diversity you have within the colony and within the population, this increases fitness. We call this extreme polyandry. Extreme polyandry means mating with many drones, and the more drones the queen mates with, it increases her attractiveness, her longevity, her productivity, a wintering ability, and also reduces pests and diseases. Diversiteti gjenetik rrit zhdërvjellësinë e kolonisë për shkak se kurrizimi i mëmës, fekondimi i mëmës është bazuar në poliandrinë ekstreme. Poliandria është aftësia e çiftëzimit me shumë meshkuj në të njëjtën kohë, aftësi e cila në pasardhës sjell rritje të tërheqëmërisë së mëmës, të jetëgjatësisë së saj, të industrisë, produktivitetit të ndjetesës, përshtatshmërisë etj. Dhe gjithashtu sjell edhe redukton, domethënë, uljen e të insekteve, të këtyre faktorëve dëmtues të këtyre dhe të sëmundjeve. Okay? Okay, so there's natural mechanisms to maintain this genetic diversity, which is the high mating frequency, the way the queen stores sperm, and I'll talk about this a little bit more, and the high rate of recombination genetically. Okay, dhe mekanizmat natyral për ta mbajtur këtë diversitet gjenetik janë frekuenca e lartë e çiftëzimit të mëmave, aftësia e ruajtjes së spermës së saj dhe raporti i lartë i kombinimit të faktorëve përcaktues. Okay? So sex determination there's one gene that determines sex. It's very different from most animals. So you have different forms of this gene we call alleles. If the two alleles, for example, in the queen and the females, she'll have two alleles, which is signified by different colors here. The drone, because they're haploid, have one set of chromosomes, have only one allele. So if the queen mates with a drone with a different allele, her worker progeny will be female. But if the queen mates, in this example, with one drone with the same allele, half of the worker progeny will have only have the same allele. We call this homozygous, and that will not be viable. And that's when you get spotty brood. So the more diversity of these different alleles you have in the population, the more diversity of worker bees within the hive. Gjinia është përcaktuar tek gjenet dhe alelet janë forma ndryshme e gjeneve të përcaktuara, nëse një mëm le të themi
kjo që është në figurë me të kuqe dhe me të verdhë do të kryqëzohet me një mashkull me atë blu, do të sjellë disa kombinime të ndryshme të cilat do të jenë të shëndetshme. Dhe nëse një mëm që do të ketë alele kuqe edhe të blu do të çiftëzohet, do të fekondohet me një mashkull me alele blu, domethënë do të sjellë atë pasardhës me diversitet të ulët, edhe mundësisht janë këto homozigotët që janë shkaktarë si pasojë e inbreedingut, edhe që janë simptomat e pjelljes me pulla, domethënë, jo të njëtrajtshme. Kjo vjen për shkak të inbreeding. Okay? So the reason for this multiple mating with many drones is, again, we call this hyperpolyandry, mating with many drones. Queens mate in flight. So she has access to many different drones from many different areas. You'll have 200-300 colonies drones are coming from. And the range is up to 1 to 77 drones she'll mate with an average about 10 to 20. Poliandria ekstreme është kjo hiperpoliandria, le të themi, domethënë aftësia për të fekonduar me shumicën me shumicë meshkuj, domethënë me shumë meshkuj, ka treguar që mesatarisht mëmat fekondohet me 12 deri në 20 meshkuj, dhe rrezja e fekondimit të këtyre varion nga 1 deri në 77 meshkuj. Okay? So the recombination is when you have a high level of recombination. This makes the progeny of both parents is different from the original parents. So you have this change of parts and pieces. You get new combinations of genes. This makes the bees highly adaptive. Okay. Kur kemi nivel të lartë të rikombinimit, që janë gjëra të ndryshme të çiftëzimit të fekondimit të mëmës me meshkuj të ndryshme, tek figura e dytë, kjo që është me vizat bardha dhe viza boqille, tregojnë që ka pjesë të shumë llojshme dhe diversiteti është shumë i lartë në këtë lloj kombinimi. Okay? So the semen storage is quite interesting too. So look at all the numbers of drones the queen mates with, and she's going to discard 90% of the sperm collected, but she retains a little bit from each drone. So basically, a drone produces about 10 million sperm, and the queen's going to store the complement of about 1 drone's worth of semen. Here you can see this is a virgin, crystal clear. This is the spermatheca from a mated queen, which is kind of a marbly coffee au lait. And in the oviducts, this is where all the sperm is collected, and this needs to migrate up into the spermatheca. Okay. Atëherë, ruajtja e spermës është një nga faktorët thelbësor, domethënë, të fekondimit të suksesshëm, sepse është evidentuar që nga sperma e mbledhur rreth 90% e saj shpërbëhet, nxirret jashtë, domethënë, nuk e ruan mama. Pjesën tjetër pastaj ajo e ruan, rreth 10% e asaj që ka mbledhur, që varion nga 0.5 deri 12 milion spermatozoid, mesatarisht 5 deri në 7 milion. Dhe po të shikohet në foton e majt, është spermoteka, domethënë qesja e ruajtjes së spermës në një mëm të vjergjër që është e pastër, qelibar, ndërsa në ato djathas është e mbushur, është kështu si mërmër, domethënë me këto lëngje, domethënë që ka produkt mashkullor aty. Okay. So the way that queen uses the sperm, we used to think it was in layers, but it's very well mixed. But the ratio of sperm used over time can change. For example, in this graph here, this is from Koeniger, each bar represents 1 different drone she's mated with. And over time, this is the progeny, resulting progeny over time. So this is after 1 month, 2 months, 3 months. So you can see here, for example, let's take the green. You can see the ratio of progeny
from this drone changes over time, becomes less over time. Edhe përdorimi I spermës, siç është në një studim I publikuar nga Koniger, gjatë 3 muajve të parë që është monitoruar, linja të ndryshme të meshkujve, domethënë, kishin sasi të ndryshme të pasarzëve të tyre, domethënë që evidentohet në spermë. Në muajin e parë kishin një sasi të caktuar, të dyti ndryshon, të treti ndryshon gjithmonë, sepse ajo miksohet në spermatek. Okay? Okay, so some drones may contribute more than others. It doesn't matter the order of them, but you can see the ratio. It just changes over time a little bit. But all drones she mated with are represented. Like, for example, the purple here, you don't see that in the first month, but later there's a little increase, and then by the 3rd month, there's a little bit more increase there. Do më thënë të gjithë meshkujt me të cilët shifzohen ajo arrin të kontribuojnë në krijimin e pasarzëve, paçka se në muaj të ndryshme, në periudha të ndryshme, nuk është I njëjtë niveli I përfaqësimit, por është gjithmonë prezant. Okay? So this is the spermatheca. You can see here, this is the virgin. It's surrounded by a tracheal nut. I have a quick little test you can see on my website, how to dissect out the spermatheca. It's a nice little test. These are just some leftover spermathecas from my class. Immediately after insemination, this is the abdomen of the queen, and these are the paired oviducts. You can see how much sperm is collected. So she's going to discard 90% of this and keep just a little bit from each drone. Okay. Në foton e parë është spermateka, e cila po të shikohet me vëmendje, domethënë është nga e para ke e dyta ke e treta, nëpërmjet tyre oviductave, është mbushur me atë spermën. Te foto e dytë janë disa spermateka të mëmave të vigjër dhe ato të fekunduara, dhe ke e treta është se si duket abdomeni I mëmës pasi është fekunduar, që e ka marrë të gjithë spermën, por siç e tham pak më parë, 90% e saj do të diskartohet, domethënë do të hiqet dhe vetëm 10% do të përdoret. Okay? Okay, this is a close-up of the spermatheca. The sperm moves in these circles. And this is what the sperm looks like. They have a small head and a very long tail. And we have a dye, you can dye these. Red is a dead sperm, green is a live sperm if you're looking at viability. Në foton e parë është spermateka e shikuar në mikroskop, janë në këto format rrethore. Në foton e dytë, kjo që është sperm cells, janë qelizat e spermatozoide, të cilët kanë një pikë, një kokë, domethënë, edhe trupin e gjatë. Te foto tjetër që është me ngjyra, ato që janë me të kuqe janë të vdekur, ato që janë me jeshile janë të gjalla. Okay? Okay, this is the let me see if I can get this to move. You can see here the sperm moving. This is inside the spermatheca, so it's actually kind of mixing in here. And again, these are the sperm cells. Këtu është një video në të cilën tregohet se në spermatekën e mëmës sperma lëviz gjatë gjithë kohës në këtë lloj formës, siç mund të shikohet këtë video, dhe kjo është ajo që e bën nxjerrjen e meshkujve e bletës, ngjyra të ndryshme, që do të thotë se ka marrë nga meshkuj të ndryshëm gjatë kohërave të ndryshme, që një herë prevalon gria, e zeza, një herë kuqe etj. Okay? So you have a tracheal net supplying oxygen, and you have some organs supplying nutrients to the sperm. So this is how she keeps the sperm alive for many years. Po, shtresa e parë është kjo rjeta trakeale, e cila furnizon, siguron oksigjenin, pastaj janë këto gjëndrat e sekretimit, domethënë që sigurojnë të ushqyrit, që janë krahun e majt, domethënë që lidhet me këtë, dhe në këtë lloj mënyre arrihet të ruhet sperma për disa vite të ndryshme. Okay? The traits are polygenic, which means many genes contribute to the expression of traits. You can have modifiers, you can have major
characteristics, minor effects. It varies quite a bit. The environment plays a huge role on influencing the expression of these traits. Nutrition, pathogens, chemical exposure, things like this, temperature extremes, of course, all will affect the expression of various traits. Karakteristikat janë poligjenike, që do thotë se një shumatore e gjeneve të kombinuara bashkë përcaktojnë një karakteristikë të ndryshme, po ashtu janë edhe ndikimet ambientale që ndikojnë si faktor stresues, domethënë në të ushqyerit, në patogjenet edhe në insektet o parazitet, në ekspozimin ndaj kimikateve, faktorë të ndryshëm atmosferik etj. Të gjitha këto ndikojnë në cilësinë e mëmës edhe në aftësinë në pjellorinë e meshkujt, do thënë, në pjekjen e tyre seksuale. Okay? So it's the combination of the genetic makeup and the environment, which is the expression of characteristics that you see. For example, the genotype is the genetic makeup. This is the potential. And the phenotype is the observed traits, the expression of these traits, which is the environment acting on the genotype. Okay, sjellja ndikohet nga ambienti edhe nga eksperienca e kombinimeve të ndryshme. Janë këto gjenotipet që përbëjnë atë le themi shtyllën kryesore, janë edhe këto fenotipet që janë karakteristikat e sjelljes të vëzhguara të individëve të ndryshëm apo një grupi të caktuar të individëve. Okay? So epigenetics is, again, this is the environment influencing the expression of traits. So this is also the way bees adapt to the changes. If there's a new pest in the environment, a new chemical in the environment, how they change expression to adapt to this new situation. Epigenetika janë ndryshimet në funksionimin e gjeneve të ndryshme apo këtë sasinë, domethënë, e tyre për shkak të ndikimit mjedisor, domethënë, që kanë arritur ta detyrojnë ta përcaktojnë një karakteristikë të tillë. Okay? Okay, so you're selecting at the colony level for behavioral traits. So you have to consider how the environment is impacting your program and make sure that you're selecting for the genetic side of the traits rather than the environment. Kur përzgjedhim një tip të caktuar mëme për shartim, neve duhet të zgjedhim karakteristikat e saj që nuk janë të ndikuara nga mjedisi në një moment të caktuar. E kemi diskutuar edhe më parë këtë lloj fenomeni. Okay? So you have many different traits. The more diversity of traits, the more stable the colony is going to be in that environment, which means the more diversity you have in there, the more fitness in general you have. So again, the more diversity, the more efficient your workforce is. You may have some genes in low frequency that may, putting selection pressure on these may give you a boost of energy in dealing with whatever adverse effect is in the environment. Aspekti pozitiv i linjave të ndryshme mashkullore, domethënë, është sepse rrisin diversitetin e detyrave të grupeve të ndryshme të bletëve, rrisin forcën punëtore, bletën e fushës, domethënë, që të jetë në eficiencë më të lartë. Ndryshimet gjenetike janë gjithashtu të specializuara në detyra të ndryshme etj. Të gjitha janë efekte pozitive të kësaj. Okay?
So a group of honeybees fathered by one drone is called a patriline or a subfamily. These can be specialists in particular traits. So the more diversity you have of these specialists in there, the more fitness your colony has. Një grup I ndryshëm, një grup I caktuar që ka prej ardhe nga një baba I vetëm, janë një linjë patriarkale, domethënë, dhe këto janë të specializuar për një karakteristikë të caktuar. Okay? So there's no central rule in the colony. It's a stimulus response situation. The environment is placing pressure on the colony to adapt change, and you'll have varying threshold levels among these different subfamilies, patrilines in there, and they'll respond. The more diversity you have, the more stable that's going to be. Sa më I pasur, sa më I ndryshëm të jetë linjat, numri, sasia e linjave mashkullore, aq më stabile, stabile do të jetë kolonia, ndryshe nga një koloni me më pak linja patriarkale, me më pak meshkuj, domethënë, e cila do të jetë kollaj e përshtatshme dhe e ndikueshme nga faktorët ambiental për të treguar një karakteristikë të caktuar. Okay? So the main communication is pheromone, a chemical, they release chemicals that promote the colony cohesion and also regulate the changing conditions. This is their language. Gjuha e komunikimit të tyre është nëpërmjet komunikimit të feromonave, që është më të prekme. Okay? So for a breeding program, the basic requirements are you need a genetically diverse population within which you can select. You need good queen rearing, drone rearing practices. You need to establish a selection index. That just means like a number system of the traits that you're going to select for. Record keeping. You want to treat the colonies all the same, so you're comparing genetic differences, not environmental factors. And you need some method of controlled mating, either isolation or instrumental insemination. Kështu pasi tham çka diskutuam, kërkesat bazike themelore për një program të shtimit të bletës janë pikat si më poshtë vijon, është mbajtja e popullatës së ndryshme, domethënë me shumë meshkuj të çiftëzuar për të garantuar këtë qëndrueshmërinë imune ndaj ndikimit ambiental. Pastaj duhet të jenë mëmat prolifike dhe gjithashtu aftësia e bletarit për të rritur meshkujt, jo për të vrarë, për të rritur meshkujt. Pastaj duhet përcaktohet një indeks I qartë I atyre karakteristikave që do të përzgjidhen për të shtuar. Pastaj duhet të mbahen të dhëna në mënyrë të saktë, domethënë gjatë gjithë procesit. Këto blet duhet të menaxhohen në mënyrë uniforme që të marrin të gjitha po të njëjtin trajtim për të parë ndryshimet në sjelljet e tyre. Dhe fundit është fekondimi I kontrolluar, qoftë në mënyrë të izoluar në një zonë të largët, domethënë qoftë me inseminim instrumental. Okay? So obviously queen and drone rearing, the quality of the queen and drone rearing will impact your results. Okay, rezultatet do të ndikohen në mënyrë të drejtë për drejtë nga cilësia e rritjes së mëmës dhe nga cilësia e rritjes së meshkujve. Okay. So sometimes the selection process, because you're selecting for behavioral traits, these are dynamic and changing all the time. So sometimes this can seem difficult, but it's really a balancing act to maintain genetic diversity, but you want to select for specific traits. Neve zakonisht zgjedhim për karakteristika specifike, po edhe balancimi I këtyre
është thelbësor sepse her pas here domethënë neve nuk na zë dora ashtu siç do të ndodhte në ciklin e evoluimit natyror, domethënë për të përzgjedhur ato lloj karakteristika që na duan. Prandaj është e rëndësishme domethënë që të jetë gjatë gjithë kohës kolonia nga e cila do merren larvat çartuese, domethënë të jetë me meshkuj të ndryshëm në mënyrë që të sigurohet kjo baza. Okay? So the challenge is to maintain that large population, but as the beekeeper, you want to select out specific traits. If you select too tightly, you lose that diversity. So again, this is what I mean by a balancing act. Qëllimi është që neve të përzgjedhim karakteristikat më të mira në të gjithë këtë tufën e madhe që e kemi me karakteristika të ndryshme, diverse domethënë, por në fund të fundit për këtë duhet ky veprim i balancues, domethënë që edhe ato që neve përzgjedhim si pasardhëse, për shkak të përzgjedhjes së ime, domethënë neve më njanojmë karakteristika të tjera dhe prandaj domethënë duke marrë në masë këto që neve do të shtojmë, atëherë arrim në një nivel të qëndrueshëm domethënë të procesit të përzgjedhjes së kryqëzuar të këtyre mamave. Okay? So because honeybees are sensitive to inbreeding, all programs are designed around avoiding the inbreeding issue. These are different systems used over time. The 4-way hybrid, I don't know if you're familiar with Starline and Midnight, but they had these inbred lines that are outcrossed and then back-crossed. So it's pretty much an end product. That crossing gives you hybrid vigor, but it's an end product. Another system is a circular round-robin system where you have several subpopulations you're crossing over time. And the closed population breeding system, which is the one I use, which is basically mass selection within a large population. And that's the one I'm going to describe to you. Okay. Programet e kryqëzimit të mëmëve në të gjitha rastet, kushtet e dizenjuara të programit bën në mënyrë të atill që të shmanget inbreeding, kjo bashkëgjakësia. Ka 3 sisteme, është sistemi I parë 4-way hybrid system, domethënë që është ky sistemi Starline dhe Midnight, domethënë që është një sistem domethënë I kthill për ato që merren me gjenetikën. Sistemi I dytë është cirkular, domethënë rrethor, domethënë që shkon e vjen, që nën popullatët domethënë kryqëzohen edhe pastaj kthehen prapë me atë të parë. Dhe sistemi I tretë është sistemi I kryqëzimit në një popullat të mbyllur. Edhe ky është sistemi me të cilën punon Suzan, që është selektimi në masë në një popullat gjatë të njohur, sepse kjo ka disa dekada që e ndjek këtë lloj mënyre. Okay? Okay, so for the closed population, this was developed by Page and Laidlaw. You're doing mass selection, so you need a large population. Initially, they did a computer model establishing 50 different queen mothers, 50 different colonies from genetically different sources. And from those, you establish a test population, raise daughter queens, and have a population of 200 to 300 colonies, and then you pick the top 50, and then you repeat this process over time. Okay. Programi I kryqëzimit në një popullat të mbyllur është ky sistemi Page Laidlaw, që e kanë shfaqur të parat këtë, dhe është nëpërmjet vendosjes së një grupi mëmash prej bazë, domethënë për 50 copësh, që janë gjenetikisht të ndryshme të gjitha. Nga ky lloj grupi mëmash neve do marrim 200 deri 300 koloni testuese që do t'i vendosim për monitorim të mëtejshëm. Dhe pastaj nga këto 200-300, ato të cilat do të jenë 50 më të mirat, prap do merren. Edhe kjo bëhet 2, 3, 4, 5 herë, domethënë kështu si cikël për të marrë material nga këto, dhe kështu fillon kjo
ky lloj programi, domethënë nëpërmjet krijimit të kësaj baze. Okay? So basically, you're working with a population, you're putting selection pressure on that population. So as long as you have good genetic diversity within the population, you can move it to more desirable characteristics. Kështu që ne praktikisht jemi duke punuar me një popullat, duke patur këtë lloj grupi kontrolli, domethënë që do të shtojmë neve, do të ushtrojmë presion në këtë lloj pulli, në këtë lloj popullate që kemi për të marrë tiparet më të mira të mundshme të asaj që neve na intereson nga kjo lloj popullate. Okay? The computer model of this showed that you could go 20 generations with this population. My population working with New World Carnelian has gone 40 generations, but this is because I would bring in other resources, test it, and melt it into the population. So this is just a kind of over time, the movement of the places the population went. Okay. Programi I Karnjolës së botës së re, domethënë, që e drejton Suzan, është një program I cili deri tani ka rreth 40 gjenerata të kontrolluara. Modeli kompjuterik ishte parashikuar që ky lloj programi do të shkonte deri në 20 gjenerata, por Suzan e ka shtyr këtë duke futur her pas here gjak të ri, domethënë, nga baza të kontrolluara të njohura karakteristikat e tyre, për të shtuar diversitetin kësaj popullate dal nga ky lloj programi që ajo drejton. Okay? So the simplicity of this program is what gives it longevity. That's really important. So I have just a simple 3-step process, which includes a pre-selection. I have my population of 200 inseminated queens, and it's just a quick comparison test. You just look at basic traits, and then during the fall and winter, I look at productivity, honey production, overwintering ability, and then the next spring, I looked at resistance for pests and diseases, monitor colonies, and you choose the top performing colonies after this. So it's just 3 steps. Okay. Suksesi I këtij programi është I bazuar sepse thjeshtësia e tij ka sjell jetëgjatësinë deri në ditën e sotshme. Si funksionon? Para seleksionimi, le të themi veror është I fekondohen mëma, domethënë edhe vendosen kolonit, pastaj dhe kjo është para përzgjedhje, le të themi, pastaj gjatë periudhës së mbarimit të verës edhe vjeshtës përzgjidhen ato me performancë të lartë, domethënë që kanë arritur të sigurojnë nektar, që kanë arritur të sigurojnë mjaltë edhe resurse të mira të kolonisë së tyre, edhe pastaj hapi I tretë është ai I përzgjedhjes për rezistencë ndaj insekteve, parazitëve dhe smundjeve e cila bëhet në pranverë, dhe gjatë kësaj kohe domethënë u plotësua ky cikël në pranverë, pastaj fillon përzgjedhja prapë duke plotësuar po të treja hapat. Para përzgjedhjen e verës, domethënë, përzgjedhja e performancës në vjesht, në përfundim të verës edhe në vjesht, edhe pastaj rezistenca, përzgjedhja për rezistencë që pason në pranverë. Ato që dalin, që kalojnë klasën, vazhdohen. Okay? So the selection index is just a matter of scoring. I give each trait a point value, 1 to 5. In the last years, I made this, as the population becomes more uniform, the scale changes from 1 to 3. It doesn't really matter, but you give each point value, just scanning the population very quickly. And this gives you a way to rank the colonies very easy. It's about 5 minutes a colony. Okay, indeksi I përzgjedhjes është ky indeksi, domethënë tabela që kemi përzgjedhur ne për të përcaktuar karakteristikat, han rreth 5 minuta për secilën koloni në një shkallë nga 1 deri te 5, përgjigjet e para të asaj kolonisë që neve duhet I mbajmë në mënyrë rigoroze për të qenë efikas në këtë lloj programi seleksionimi që neve zhvillojmë. Okay? Okay, so it's a comparison test. The pre-selection, I'm looking at
brood viability, how solid is the brood, temperament, are the bees very gentle, and colony buildup, is it 4 frames of bees, 6 frames of bees, and just give each one of these a point value, 1 to 5. E para, përzgjedhja para përzgjedhja domethënë për karakteristikat kryesore, si është modeli i pjelljes, si është temperamenti i kësaj blete, apo edhe si është rritja e kolonisë, domethënë 4 rrugë, 5 rrugë, 6 rrugë, domethënë se kur i marrim gjitha njësoj dhe disa bëjnë diferencë në rritjen e tyre, sigurisht që do merrem ato që bëjnë diferencë, të tjerët pastaj nuk e kalojnë klasën edhe do të marr. Kjo është faza paraprake. Okay? So the second part is looking at performance, honey production. We do a weight gain test, and that short-term weight gain over 10 days or so is correlated to the whole season. So it's a quick little test. And then we also look at overwintering. Wintering is, it's a stressful period for the bees. And if you have problems with diseases or different weaknesses, the colonies will not survive. So wintering is a very good selection tool. Faza hapi i dytë është edhe vlerësimi i performancës. Të gjitha këto do të bëhen tek ajo skeda teknike e përzgjedhjes së indeksit, domethënë edhe tek performanca, vlerësimi i performancës është prodhimi i mjaltit. Edhe bëhet testi për një periudhë të caktuar, 5 ditë, 10 ditë, domethënë për të parë edhe për të vlerësuar prurjen e X kolonive të caktuara të cilat do të shënohen, dhe pastaj është aftësia për të kaluar dimrin, sepse në fundit të gjitha këto pa një tregues të qartë aftësisë së saj për të kaluar dimrin, domethënë do të bëhen nul. Okay? So the final selection is each one of these steps you're going to eliminate the lower end of the colonies. And in the spring buildup, we're looking for pest diseases. We do hygienic testing to select against varroa, or selecting for cleaning behavior, reducing varroa. Dhe pastaj hapi i tretë dhe përfundimtar është përzgjedhja e atyre bletëve, mëmave top performance, domethënë, të cilat kanë të reduktuar sasinë e smundjeve dhe të parazitëve që janë bashkangjitur kësaj nëpërmjet monitorimit të sasisë së parazitare, duke kryer edhe këto testet e aftësisë higjenizuese që janë me oksigjen, me hidrogjen, me këto gjëra, domethënë, edhe ato testet që kemi diskutuar më parë. Kjo për të vlerësuar aftësinë higjenizuese të mëmës. Ky është hapi i tretë thelbësor. Okay? So for the hygienic testing, what you see here is this is liquid nitrogen. It's used to kill the brood, and you determine how fast the bees will clean out the dead brood, simulating disease brood. Okay, ky është azot i lëngshëm në të cilat vritet pjellja, edhe këtu testohet aftësia e bletës për ta pastruar atë larvë pup të vdekur që është brenda. Okay? So after the hygienic testing, you look at the scores, and the top 50 colonies after the score are the ones I use to propagate my next generation. Dhe pasi aplikojmë testin higjenizues, domethënë, kolonitë 50 kolonitë me rezultatin më të lartë, domethënë, janë ato kolonitë të cilat do të përdoren pastaj për fazën tjetër, për ciklin tjetër të radhës, domethënë, që do të seleksionohen. Dhe thjesht. Po shumë. If you have a large population, you can just do mass selection, just take the top 50. If you have a smaller population, you might want to take a daughter from each of the initial mother queens. Depends on your population size. Në qoftë se keni një popullat të madhe, domethënë, që ndikon këtë diversiteti, mund të merrni 50 kolonitë nga më të mirat nga këto. Në qoftë se keni një popullat më të vogël, më pak se 50, i bie që të merrni nga një mëm për secilën nga këto. Okay? So it's maintaining selection pressure on the population over time, and you could add
new technologies as these are developed in the research field? So the point is just maintaining selection pressure on the population. If you get comfortable, say my bees are all good, and just it'll just go back to mediocrity. You need to keep that selection pressure. Do the selection every generation. Qëllimi është që duke ushtruar presion të vazhdueshëm ndaj popullatës së kolonive që ti ke, duke bërë këtë lloj seleksionimi vjetor nëpërmjet tyre fazave që diskutohet, domethënë, atëherë mund të arrihet maksimumi i aftësive, i karakteristikave të nxjerrjes së tyre në pa, domethënë në kuptim në thelb të punës tonë. Ndryshe, në qoftë se nuk ushtrohet një seleksionim i caktuar, nuk është të thonë që të jetë vetëm kjo mënyrë, po këtë e ka më të suksesshme deri tani. Ndryshe pastaj niveli i bletës do të jetë nivel mediocre. Okay? Okay, so you need some way to control the mating if you have an isolated area or use instrumental insemination, and I'll talk about that briefly. Pastaj duhet gjetur edhe një mënyrë për të kontrolluar çiftëzimin, fekondimin, ose do të jetë në një zonë të caktuar fekondimi i kontrolluar me ato meshkuj që ti do, ose do të jetë fekondimi instrumental, domethënë me pajisje. Okay? This is the basic technique of insemination. I think maybe some of you have viewed the video, but you have a large poison sac here, or sting structure, that this needs to be moved away to reveal the vaginal cavity here. And the tip is inserted, and you have to go past the valve fold. There's a little a V-shaped tissue here, which the tip is inserted and has to bypass that valve fold, which you really can't see from this angle. Po, për ato që kanë pa videot e doktoreshës, domethënë e di se si funksionon procedura apo fekondimi instrumental, por gjithsesi në figurën e parë është hapur ka pjesa e poshtme mëma, duke i tërhequr mënjan thumbin. Pasi është tërhequr thumbi, është futur kjo masa, domethënë në atë kavitetin vaginal të saj, duke i shmangur këtë pjesën e valvulës, pastaj është injektuar masa mashkullore, domethënë për të lëshuar që ta marrë mëma. Edhe kjo është procedura që është procedurë goxha standarde, domethënë që bëhet. Okay? Okay, this is the step by step. This is the valve fold. So this has to be pushed to the side, where you can see here, pushing that to the side. Këtu shihet hap pas hapi, domethënë se si bëhet i pari, i dyti, i treti, i katëri, që është ajo valvula e para që shtyhet, pastaj futet ajo pipeta, domethënë me spermën e gjatë marr. Okay? So the semen is inserted directly in the oviduct. If you sit on top of that valve fold, the semen will back up. Mhm. Tek e katra, domethënë, aty lëshohet sperma tek ovidukti, edhe nëse e mban direkt aty edhe valvën e lë të hapur, e gjithë sperma që ti ke injektuar do të dalë, domethënë mbrapsht. Okay? This technique is not, when you first try it, it's very specialized. It's not so easy. Kjo teknikë është çike vështirë, po pasi specializohesh pastaj nuk është më, domethënë, bëhet krejt normale. Këtu është mbledhja e spermës. Okay. Yeah, this is the semen collection. The semen, when you avert the drone, it's a rather explosive process, and the semen can be anywhere. It can be a tight clump here, or it can be a thin layer of semen over the mucus. But you want to put the tip right into the semen loam and skim this off the mucus layer, because the mucus is very thick and viscous. You also want to avoid contamination. If the endophallus touches your finger or the body of the drone, consider it contaminated and you can't use it.
Këtu tregohet procesi i marrjes së spermës tek mashkulli, domethënë merret mashkulli, kthehet dyth mrapsh, domethënë edhe plasat ajo bën një pap, edhe aty pastaj merret me atë pipetën, domethënë arrihet tentohet të merret sperma, domethënë duke ruajtur që sperma e dalë të mos preki as gishtin ose trupin e mashkullit, domethënë sepse ndryshe do të ndotet dhe në momentin që pipeta do të arrijë në atë grumbullin, në atë qesën e bardhë, domethënë duhet gjithsesi në çdo lloj rasti që të shmanget mukusi, ajo lënda mbështjellëse e asaj gjë, domethënë se ndryshe s'ke për të marrë gjë. Okay? So this is a very tedious process. It takes a long time to collect the semen versus the inseminations goes very fast. Është proces shumë i vështirë, domethënë, me kalimin e kohës arrihet i merret dora, por kjo është pjesa më e vështirë, domethënë, e mbledhjes së spermës, ndryshe atë të inseminimit që bën kollaj. Okay? This is a quick, easy test to look at the spermatheca to see if you're successful or if you have a failing queen or something like that. You can test these are my fingernails. The spermatheca is just teased out from the abdomen. It has this tracheal net, which you can see here. If you just roll this in your fingers very gently, the tracheal net will peel away. And then you can see that this one is still a virgin. If it's well mated, you'll get this marbly color. If it's poorly mated, it'll just be a little bit milky. At this stage, the queen would be a drone layer. Këtu tregohet testimi i suksesit të fekundimit instrumental. Te foto e parë është kapur mama dhe i ka dalë ajo spermateka, po të shihet me kujdes janë dy thojt e zonjës, domethënë që ka arritur ta nxjerrë duke e shtrydhur atë. Pastaj tek foto e dytë është rrjeta trakeale, e cila e mbështjell të spermatekën. Tek foto e tretë është spermateka e cila është e bardhë, e pastër, qeli bardhë, që do të thotë se fekundimi nuk ka qenë i suksesshëm, edhe do të thotë që kjo është një mëmë virgjëresh. Ke foto e 4 djathtas nga poshtë, domethënë, është spermateka që duket si mermer, domethënë, me këto gurgullimat, domethënë që do të thotë se është e mbushur në rregull. Tek foto e 5, ajo që është failing queen, është një spermatek e mbushur pak, jo për shtatshmëri siç duhet, dhe kjo do të rezultojë në një mëmë që do lëshoj pjellje mashkullore, se nuk është shfrytzuar mirë. Okay? Okay, so there's a lot of choice in different types of instruments, and take care with these. Some, they vary a lot in quality, and you're moving the valve for the queen, so you want really high precision. So take a lot of care in choosing your instrument. Këto poshtë janë pajisje të precisionit të lartë, të cilat të gjitha përdoren për fekundimin instrumental. Zgjidhni mirë pajisjet nëse do ta përdorni këtë që të jenë përshtatshme sipas teknikës siç e keni mësuar juve, edhe secila do të jetë më efikase. Okay? If you want to email me a question or something about instruments, we can talk about that later if you're interested in this aspect. But just take care. The instrument I like is the German-made Schley with a Harbo syringe. This is a large capacity syringe, so you can have a capillary tube of semen filled here. It's John Harbo, who developed some of the early sperm storage work, designed this. Nëse keni pyetje apo paqartësi kuriozitete sa i përket aparateve dhe cilët të përzihen, domethënë mos hezitoni të shkruani në email për të kontaktuar me doktoreshën, dhe aparati që preferohet përsëri, edhe kjo që përdor, është aparati Schley me shiringën Harbo. Harbo është ai bletari i vjetër i famshëm, domethënë që ka bëu këto hedhjen e bazave të këtyre. Ky ka shpikur këtë shiringë, domethënë që e mban si depozit spermën gjatë gjithë kohës, që në mënyrë vetëm të injektohet. Okay? Okay, so it's amazing what you can do with this technique. You can do
things that don't exist. You can make novel crosses, for example. You can do a single drone insemination. This can isolate specific traits that are not readily expressed. Or you can go to the other extreme where you mix semen from hundreds of drones and give each queen a small portion of this. Nëpërmjet fekundimit instrumental mund bësh këto kryqëzimet e çuditshme, siç është kryqëzimi fekundimi me një mashkull për një karakteristikë të caktuar, domethënë, ose siç është edhe super çiftëzimi, domethënë që merr spermën e qindra meshkujve, i bashkon gjitha bashkë dhe ja jep mëmës, domethënë, edhe dalit çat dali aty pastaj. Okay? You can do you can hold, these are tubes of semen. You can hold these for 2 weeks with good viability, and then you get a small degradation of the semen over time. We can also store this in liquid nitrogen, as is common with horses and cattle and different animals. But the problem with the long-term storage, the cryopreservation, is that each queen needs 5 to 7 million sperm to be viable, and there is some damage. So this is still somewhat experimental, but it's enough that you can reconstruct a stock. Është ruajtja e spermës në terma afat shkurtër, që deri në 2 javë domethënë mund të ruhen në temperaturë dhome dhe nuk ka rënë cilësia e spermës që të arrihet të sigurohet fekundimi i përshtatshëm. Pastaj është edhe ruajtja në terma afat gjatë, që është nëpërmjet krioprezervimit. Çështja qëndron se ka probleme sa i përket vitalitetit të spermës në ruajtjen e termave afatgjatë, për shkak se duhen rreth 5 deri në 7 milion spermatozoid, domethënë që të quhet e shëndetshme fekundimi i asaj mëme, por edhe pse në terma afatgjatë është aspekt negativ ruajtja, për shkak se bie vitaliteti, kjo është e mirë për të ruajtur stoqet, domethënë sepse ti e ke mundësi nëpërmjet atyre që dalin që të vazhdosh procesin. Okay? Also, each one of these capillary tubes represents about 120 drones. And this is a safe way to transport semen. You can, viruses will travel in semen, but compared to live bees and parasites shipping those, this is a much easier way to transport stock. Në këto tubat kapilar, në një nga këto tubat kapilar është ruajtur sperma e rreth 120 meshkujve, dhe po është e transmetueshme prania e viruseve e smundjeve nëpërmjet këtyre, por ndryshe nga bletët e gjalla, është shumë kollaj të transportohet materiali gjenetik krahasuar me bletët e gjalla nga një kontinent në kontinentin tjetër. Okay? Okay, so this is, there's a lot of interest in the cryopreservation, just to preserve different subspecies, different breeding programs. You can take semen from your grandfather's stock and made it to your current stock, things like this. It's an amazing ability to do the long-term storage. Ruajtja në terma afat gjatë e spermës së bletës, domethënë nëpërmjet kriopreservimit, është diçka e hatashme, konsiderohet nga ana e tyre, këto që lozin me këto gjëra, domethënë se mund të marrë spermën e gjyshit që të arrish të sigurosh pasardhës me ato tipare të caktuara që ti i ke pas dashur, etj, domethënë janë këto lojrat gjenetike që ne nuk na hyn punë fare. Okay? Okay, there's again, you need to do that balancing act between the genetic diversity and trait selection. You can select for resistant traits. There's a big push, I think, across the world now to select for varroa resistance. But again, you need to maintain that genetic diversity to have a population that is physically fit.
Dalim ke problemi i rezistencës ndaj varroas, që neve do të përzjedhim karakteristikat e bletës rezistente ndaj varroas, por njëkohësisht edhe duhet të ruajmë balancën e diversitetit të stokut që neve kemi krijuar, domethënë në mënyrë që gjithmonë të shmanget bashkëgjaktësia. Okay? So what is varroa resistant? It's probably many traits that we have not even yet identified. Brood pheromone, grooming behavior, odor detection of infested brood. There's a lot of different things, but I'm sure there's more traits within the honeybee colony that we haven't yet discovered. So again, keeping that very diverse genetic population, you're going to pull in whatever those traits are without having to identify them. Pra çfarë është rezistenca ndaj varroas? Është aftësia e shprehur e një karakteristike të caktuar nëpërmjet atyre veprimeve që bën bleta apo atyre karakteristikave që neve i lexojmë ose jo, si kjo era e keqe e pjelljes së vulosur, domethënë, apo aftësia higjenizuese e tyre për të zhvulosur e tjerë, por neve nuk arrim dot t'i evidentojmë të gjitha karakteristikat, edhe pse ajo e manifeston në një mënyrë apo në një tjetër, dhe për këtë arsye është e rëndësishme që të ruhet diversiteti gjenetik në mënyrë që në total, në shumatore, domethënë, bleta të arrijë ta sigurojë, ta manifestojë këtë lloj tipari nëpërmjet atyre karakteristikave që ajo që i ka, por duke shmangur bashkëgjaktësinë. Okay? I think we have a lot of new molecular tools, genomics, which is a study of the DNA sequencing, proteomics, which is looking at interactions between biomarkers and health monitoring, marker-assisted selection, possibly in the future, CRISPR, which is a gene editing. You can change or modify the DNA to give it more resistance. Pastaj kemi ardhur në epokën e re të bletëritjes, që janë këto veglat molekulare, që janë çik vështira, domethënë, edhe për të gërmëzuar, janë genomiket, proteomiket e tjerë. Unë nuk jam specialist i fushës, nuk i di, por që është mundësia sot që nëpërmjet aplikimit të shkencës së avancuar, që edhe të ndërhyet në gjenet e tyre, domethënë, për të përftuar aftësitë çfarë duhet. Okay? So there's a big need to move away from the chemical controls that we've been using. We're contaminating the hives plus the environment. And these are short-term solutions. We need to look at more molecular tools for a long-term solution. Është bërë e bezdishme pra domethënë aplikimi i preparateve të ndryshme, domethënë, sepse këto konsiderohen zgjidhje afatshkurtra dhe neve duhet ta hedhim vështrimin në planin afatgjatë, siç është aplikimi i veglave molekulare për të zbuluar edhe për të gjeneruar nesër kushtet më të mira për të shprehur karakteristikat e tyre maksimale, domethënë. Okay? Okay, I think the complicating factor with this is that you're selecting for behavioral traits. So the bees are flexible and dynamic, and these are changing. So you need a good field test to identify these. If you have genetic markers, you need to verify that in the field as well. Problemi është se bletët vazhdimisht manifestojnë karakteristikat në varësi të kushteve të ambientit që i diktohen shprehja atyre karakteristikave, prandaj duhen mbajtur këto markerat, këto indikatorët, domethënë, për të zhvilluar duke i krahasuar këto me bletët në kushte të tjera, domethënë, për të përftuar maksimalisht aftësitë e tyre që kërkohen. Okay? But these are also very powerful tools to be able to identify selection, early detection methods, maybe edit genes to give more mite resistance.
Ka dhe But they're vegle të tjera still shumë somewhat, efektive oh, go ahead. që I was just going to say they're still somewhat experimental. Go ahead. yeah. I got it. I was gonna say. Ka gjithashtu vegla që në nivel molekular gjithmonë që kanë potencialin e përzgjedhjes së karakteristikave të tyre në fazat e hershme në nivel gjenetik, domethënë. Edhe ka edhe faza eksperimentale të cilat janë duke u kryer këto prova domethënë për të siguruar atë që konsiderohet domethënë më e mira sot për sot. Okay? Okay, so again, you need to do field tests to verify the behavioral traits you're looking at are influenced by these genetic differences, because you have networks of genes influencing these particular traits. Pastaj, për çdo lloj teknike molekulare duhet që të bëhen testet në terren për të suportuar, për të mbështetur gjetjen e pretenduar të karakteristikave X të caktuara që të jenë përputhshme me realitetin, domethënë me atë që neve na duhet. Okay? Okay, there's 3 very good books available. This is one in Heredity in Honeybees. This is one from France. Sustainable Bee Breeding. This is from the Colas group. Yes, And, is the last one that is the last yes, one. it just came out. And here's another one, Bee Genetics and Breeding by Rob Page. Rob Page wrote the Closed Population Breeding System. So this is one that just came out. So I advise you to use these resources. They're very good. Sugjerohet të punohet, të konsultohet me këtë literaturë që është shfaqur në ekran, Heredity in Honeybees and in Honeybee Colonies nga Bernard Sauver. Është ky edicioni I dytë, domethënë që është I fundit, i Sustainable Honeybee Breeding, a Scientific Guide for Future Beekeeping. Është prodhimi I fundit I Kolosit, është I 2025-s, 2026-s, po tash I ka dalë, edhe kjo e fundit I Robert Page, që flet për gjenetikën e bletës edhe kryqëzimin e saj. Këto janë të rekomandueshme nga doktoresha. Okay? Good. So, and I have 3 videos on my website. These are available to you. Selection methods. This is based on the closed population breeding system, instrumental insemination, and also cryopreservation. This is a quick little 15-minute clip. So these are all available on my website. And there's also handouts on some insemination things like dissecting the spermatheca, but use those resources, or if you have a question, you can write me. Understood. Atëherë në faqen zyrtare të doktoresit, që është kjo honeybeeinsemination.com, gjeni 3 videot që flasin për tematika të ndryshme si metoda e përzgjedhjes dhe kryqëzimit për bletën e mjaltit. Janë seritë e videove në YouTube që janë kryqëzimi, fekondimi instrumental I mëmëve të bletës, edhe ruajtja, ruajtja e spermës së bletës së mjaltit, domethënë. Këto janë video edukuese, informuese, domethënë për gjithkënd që ka pyetje apo kurreshtje, mund t'i drejtohet me email përkatës, domethënë tek adresa që e ka shkruar poshtë. Okay? So it was very nice hearing you throughout your presentation. We are gonna have in the next 5 or 10 minutes some question and answers from the guests there that are following the presentation. Hope you don't mind to answer any questions. Yes, so let me ask them. Atëherë ky ishte prezantimi, ju falenderoj për vëmendjen që keni pasur të gjithëve. Ju lutem të gjithë ndjekësve dhe moderuesve që të shtrojnë pyetje, do të përzgjedhim 2-3 pyetje për t'ia shtruar doktoreshës që të mundohemi të marrim përgjigjen sa të jetë mundur. Okay? Yes. Okay, në Facebook nuk ka pyetje. Okay. Po ashtu në Zoom pyetje direkte nuk ka. Naimi ka bën një pyetje atje te grupi, nuk e di në do lexoj vetë apo ta lexoj unë. Ja ta lexoj. Okay.
Dr. Susan, is it possible for a good beekeeper with strong management to have good results, even from not very strong line, not from a very strong genetic line, or is it always the strong genetics that define success? What's your opinion on this? If you start with local stock, it's going to be more well adapted to your conditions. You were describing early on how complex you have a lot of stressors. So what? Yes. If you put selection pressure on that population that doesn't look like it's doing that well, you'll see improvements. And you might excuse me, you might work with some of your neighbors. If each of you pick the top of your stock and then make crosses with this and then create a large population, that would be a good approach. Okay, understand. Let me explain to them. Atëherë, pyetja ishte, a mundet një blitari mirë me menaxhim të fortë me nxjerrë rezultate të mira edhe nga një linjë jo fort e mirë gjenetika, apo gjithmonë gjenetika e dobët e kufizon suksesin? Çështja është se nëpërmjet praktikave të mira, siç e shpjegon Dr. Resha, çështja është se nëpërmjet praktikave të mira, maksimale të eficiencës të mirëmbajtjes, ti ke arritur një rezultat X të caktuar madhor, qoftë ky, nëpërmjet kombinimit të selektimit të faktorëve, siç u prezantua, siç pretendohet të duhet, ti do ta çosh nivelin të bletarisë gjithsesi në një nivel më të lartë, duke ushtruar presion në stokun e mëmave që ti do krijosh për të përzgjedhur natyrisht më të mirën e asaj që mund të kombinohet në zonën tënde. A ishte e qartë ai? Po, mirë, është në rregull. Okej. Faleminderit. Pyetje tjetër? Doreshës. Në Zoom e ke nga Rahimi edhe një dhe për momentin ka janë. Edhe Nusmiri ka ngrit dorën. Sekond, ta lexojmë tani ta gjejmë. Okej. Ku është pyetja se këtu shoh koment. There is a question from a fellow beekeeper, Rahim, which asks, how do you recommend the homogenization of the sperm? Via centrifugal or only mechanically with micropipes? This is a good question because you saw the pictures of the sperm. They have very long tails. They're extremely fragile. And you do a lot of damage with the centrifuging, even the mechanical mixing. What I do to mix drones is I take drones from many different yards and then I mix them in a flight cage. So I'm mixing the drones in a flight cage. It's not quite the same. You can do a mechanical mixing of the semen, but it's just a matter of you will lose some viability in that. It depends how much mixing you really want. I think it's better to go with just a really diverse population of drones, and I'll put like 100 drones in a cage and then randomly take these. That's the way I mix it for the best viability. Okay. Atëherë pyetja ishte si e rekomandoni homogenizimin e spermës me centrifugë apo vetëm mekanikisht me mikropipet. Sa i përket eksperiencës, Dr. Resha ka gjetur se më së miri ajo preferon jo me centrifugë apo me nëpërmjet ndërhyrjes mekanike ta përzjej spermën, por ndryshe nga këto dy mënyra është se ajo ka një grumbull meshkush atje në ato kutinë që merr dhe i përzgjedh në mënyrë natyrale, sepse po ta mbani mend tek foto e mëparshme që u përmend, spermatozoidët ishin me atë kokën e vogël edhe me trupin shumë të gjatë, domethënë, por duke ushtruar forcët centrifugale apo forcë mekanike, domethënë, ato janë shumë të ndjeshëm ndaj faktorëve fizik, domethënë, edhe mund të prishin që gjë që të ndikojë ke vitaliteti i asaj sasie sperme që ti do marrësh për të nxjerrë pasardhës. Kështu e ka gjetur zgjidhjen Dr. Resha që e shpjegon. There is also another question. What do you believe is the difference between normally
naturally fecundated, inseminated queen throughout the same via hyperpolyandria. But I'm not sure the question. What's the difference between natural Uh, mating? Yes, Terminated. natural mated, normally mated like 10, 15, 20 at max drones. Throughout that of hyperpolyandria The fecundated queen. advantage you can do with instrumental insemination is you can give them higher diversity. Mhm. So again, the more diversity you have within the population, the more fitness you're going to have, the more adaptability advantages for any new stressor from the environment. So it's always better to have well mated, but again, the natural mating depends a lot on your weather, the drones in the area, the population size. So again, there's no yes or no. It's kind of a gray area depending on what your resources are. I understand. Pyetja ishte diferenca mes një mbretëreshe me fekundim normal dhe asaj me hiperpoliandri. Hiperpoliandria ishte sasia jashtëzakonisht e madhe e tipeve të ndryshme të spermës të aplikuar në kryqëzimin në fekundimin instrumental. Atëherë, fekundimi, qoftë ai normal, fekundimi normal do të jetë suksesi I tij do të varet nga një sër faktorësh atmosferik, ambiental, sasior, cilësor të meshkujve, të cilët do të kontribuojnë në këtë, ndryshe nga ajo me hiperpoliandri që ti I ke përzgjedhur atë lloj stoku që do të aktivizosh në kryqëzim, domethënë, edhe sasia e këtij stoku që do të ndikojë në procesin e kryqëzimit të mëmës. Okay, there is also a fellow beekeeper who has asked, who has raised hand. I think he has a live question for you. Nusmir? Mirëmbrëma I drejt, mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma përgjigjeruesen. Pyetja është, ne bëjmë kultivimin e mbretreshave me metodën gjysmë të kontrolluar me kultivimin e sa më shumë meshkujve. Deri në sa gjenerata ne duhet të ikim bashkëgjatësisë, mund të marrim vejes për shembull. E kuptova. Regarding the natural process of selection, in a controlled area in which we are going through with this selection program. How to avoid specifically inbreeding if we don't put new stock in order as you have done in your place? It's you just need to keep a big population. With natural mating, you're going to get an influx, integration of different colonies in there. Maybe you're not aware of. But, so it's a matter of risk probability. So this risk factor. It's a numbers game. It's a numbers game. I don't know how big your population is, but the queens will fly low, and they'll with 3 to 5 kilometers from where the virgins are to where the drones are. If you surround those in every direction, that is the best mating control that you'll have. So you want a diversity of different colonies. Does that make sense? I understand. Yes, it totally makes sense. We just needed to hear out from you. It sounds different when you say it. Atëherë, shmangja e bashkëgjaksisë është çështje numrash, është çështje probabiliteti, çështje risku të kontrolluar në varësi të sasisë së kolonive kontribuese me meshkuj që ti vendos pozicionon gjeografikisht për ta rrethuar parkun e mëmave të virgjëra të cilat ti do të fekundosh. Bën sens kjo që thash? E qartë. Do të thonë teoria e gjasës. Po, teoria e probabilitetit, do të thonë në varësi të asaj që ti shton. Okej, në rregull. Faleminderit. A kemi pyetje të tjera?
Lani ka ngrit dorën. Nusmer, Indret, Lani Ishull. Ka pyetje. Okay, Dr. Susan, I believe this is the last question. Okay, Lani? Po, mirëmbrëma gjithë, faleminderit për doktoreshën. Tani, pyetja është, çfarë me vezoren e mbretëreshës gjatë kohës që mbretëresha është në kafaz nga 1 deri në 10 ditë gjatë shitblerjeve të tyre? Ma përsërit edhe një herë se më humbi ajo folja që në fillim. Po, çfarë ndodh me vezoren e mbretëreshës e MM-s gjatë qëndrimit të saj në kafaz gjatë transportit të shitblerjeve të mbretëreshave? Okay. What happens with the spermatheca of the queen bee throughout 10 or 15 days when she is in the cage during transport and this kind of When time? You force the queen to stop laying eggs? Yes, we forced. Meaning, we get the queen from the mating nuke. We put it in the cage, and then we send it for 7 days to travel till the final destination. What happens with this queen? What are the environmental stressors, or what happens with this? Because we do have issues with this. The egg production will slow down because she's not getting fed, she's not getting attended to. Nothing will change in the spermatheca. It's just her egg production will reduce. Okay, at the first night that she is put in the cage, because she is not fed from the nurse bees, she will stop laying eggs. We know this. What are stress factors that we do need to keep in mind to transport with good quality queens overseas or very far away? Yeah, temperature is a huge factor because if the queen gets overheated in the transport, especially in your summer heat, this can destroy the sperm. What about low temperature? What about low temperature? If it's too hot or too cold, you want to keep that queen at brood nest temperature. Always. Okay. So especially the high temperatures you have in the summer are very dangerous. It will, the sperm can die in the spermatheca because of that high temperature. The queen will look wonderful. You'll put her in a hive and it'll be all drone brood. Understood. Atëherë, ky është një mësim i rëndësishëm, unë kam përjetuar edhe vetë. Është shumë rëndësishme që gjatë transportit të mëmave, këto që futen në kafaz, të sigurohen kushtet optimale të transportit, sepse nëse do të kalohet temperatura e kolonisë, sperma në spermotek do të vdes, do të ngorë, do të prishet, domethënë edhe ti merr një mëm që është vitale, është shumë rregull ajo, por kjo mëm do të bëj meshkuj, do të prodhoj meshkuj, sepse nuk ka sperm vitale aty, është prishur sperma rrugës. E njëjta gjë ndodh edhe me temperaturë të ulët. Qartë. E kuptoj. E njëjta gjë ndodh edhe në temperaturë të ulët. Domethënë që ky diapazoni i 35 gradë, 2-3 sipër, 3-4 poshtë, domethënë kjo është fasha që duhet ruajtur gjatë transportit të mëmave që të mos ketë probleme me vjushmërinë e pjellës së saj. Pastaj çdo temperaturë lart mbi 40 gradë, edhe nën 20 gradë, nuk duhet lënë ke kondicioneri, nuk duhet lënë ke kroskoti që ta pjekë dielli kategorikisht. Po, profesoreshën, jam i qartë, faleminderit. Po. Okay, Susan, we thank you very much for your time. Thank you for the translations. I think this is a big job. Well, you know it. We sincerely thank you for all your work that you have put out there. We do follow eagerly whatever you publish, and sincerely we thank you very much for your time here tonight with us. Thank you. Thank you. And you are always welcome here in our community. I would love to visit sometime, maybe in the future, I hope. Yeah, thank you. Good night. Thank you, and have a nice